drama, apo se nuk e kuptoj më fare situatën që është duke ndodhur këtu. Nuk di, nuk po ju mbërtas ju për ju, po mbërtas veten time mbrënda. Varsja ime emocionale, arushi ime emocional. Gjitha kujtimet e mia, gjitha gjërat e mia emocionale, ju mendoni se e lehtë është. Jo, them s'di çfarë bëhet me dikë për jashtë. Krisja çdo ditë shiheshim çdo ditë. Me siguri po më shef dhe me siguri po thot që idiote mund të jem. Nga marrë. Jo, me siguri jam ftof. Me siguri s'don më. Ditën e fundit, natën e fundit, se një 10 orë që ishim bashk, momentet e fundit arrinte vetëm si me lodhën sy e ma bonte. Mos më dalësh pa fitore, se po dole pa fitore s'takohemi, dalësh me fitore që t'takohemi, t'jemi, e din fjalla ma bonte këtë lloj stili, e kupton? T'ja zemrë, kupton? Edhe unë zum ditën e fundit, edhe më duket sikur ka ik nga rrugë komplet, ai me siguri as nuk më shef fare, nuk më shef këtu. Edhe njëkohësisht e kam shumë frikë ndjenjen e humbjes ta humb, se ai njeri nuk e di, ai është i vetmi. Ai njeri ndjesia për atë njeri mu ka shëru, unë nuk mund ta humb atë njeri, se unë e di se sa të lidhun jemi. Edhe kur e në shkryta kontratë këtu mbike, në shkryta pasi fjalla unë da mirë me atë dhe thash, ua, Gela unë veta, i do thash të jetën me punë veta, me shoqe, në gjeni një femër tjetër, unë e shkreta Gela, oke, hajtë e shkry kontratë mbike. Pas 3 ditën shupajtu prap, nisëm prap çdo ditë, çdo natë. So me vetën time jam shumë e vendosur, ma i më duket si tip jo tamam i vendosur, e kupton, edhe kjo gjë është duke mblodh shumë. Po s'mundem ta kontrolloj, boj, çdo sekondë mendoj, kur abu, kur flas me tjerat. Ma afron të njerin prej të boni dhe largohu, se s'dua të gjitet, s'dua i t'i shoh me ta gjëra, e kupton?